Afrim Tafa është shkarkuar nga detyra si drejtori i policisë së Durrësit dhe është emëruar si shef sektori pranë Interpolit, detyrë që e ka mbajtur edhe më herët para se të merrte drejtimin e policisë në këtë qark. Fillimisht Tafa u pezullua nga detyra së bashku me dy zyrtarë të tjerë të policisë së Durrësit pas aksidentit tragjik të ndodhur në zonën e Ishkënetës, me motivacion një performance të dobët me përmbushjen e detyrave. Kur polici Hita pezulloi drejtorin e policisë në Durrës Afrim Tafa, zëvendës drejtorin për rendin dhe sigurinë Zia Asula dhe shefin e policisë rrugore në qytetin Bregdetar, Kreshnik Skëndo. Drejtori i policisë së Durrësit do komandua Ervin Hodaj. Ngjarja e rëndë i mori jetën dy fëmijëve të mitur dhe la të plagosur një tjetër, duke ngritur shqetësime të forta mbi reagimin dhe veprimet e strukturave policore pas denoncimeve të banorëve të zonës. Aksidenti tragjik që i mori jetën e Nea Muçajt, 12 vjeç, dhe Klerisi Nikolit, 10 vjeç, ndodhi rreth orës 14:10 të së dielës në lagjen numër 15 të Durrësit, në zonën e njohur si Ishkëneta. Autori është gomisti 57 vjeçar Nikol Radaçi, i cili u arrestua nga policia dhe pranoi se kishte konsumuar alkool.